Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi se kur të vinë në pushtet do të bëjë një audit si Elon Musk në SBA, në mënyrë që t'u kthehen paratë e shqiptarëve. Ndër të tjera, kryedemokrati tha: "Ne do të bëjmë pastrimin e shtëpisë son, do rendim pas çdo qindarke të vjedhur qytetarëve shqiptar dhe do ua kthejmë atyre." Mëtej ai citon fjalët e presidentit amerikan Donald Trump që thotë: "Më i keqi është gënjeshtari." Këto ditë po lexoja një fjalë të presidentit Trump. Çfarë thoshte? Presidenti Trump thoshte: "Më i keqi është gënjeshtari, më i keqi se çdo njeri tjetër." Të rrëmben kohën dhe i numëronte me radhë të këqijat e gënjeshtarit. Por nëse përfituron në një moment këto 12 vite, ta janë piramida më e madhe e mashtrimit në histori pas Enver Hoxhës. Ndaj edhe libri i zi, vetëm u paraqet shqiptarëve të zezat e këtij regjimi, por libri i zi paraqet para shqiptarëve potencialet e mëdha që ekzistojnë për PD-n, domosdoshmërinë e një auditi të tipit Elon Musk, në mënyrë që t'u kthehen paratë shqiptarëve dhe Shqipërisë. Dhe unë u garantoj se kjo do të ndodhë. Ndaj dhe në programin ton shtyllë kryesore krahas paketës së dhëmshërisë, krahas Made in Albania, krahas Shqipërisë madhështore, kemi përcaktuar pastrimin e shtëpisë son. Kjo është shtyllë themelore. Nëse ne nuk bëjmë pastrimin e shtëpisë son, ne kemi mashtruar shqiptarët. Ne do bëjmë pastrimin e shtëpisë son, ne do rendim pas çdo qindarke të vjedhur qytetarëve shqiptar dhe do ua kthejmë atyre. Të gjitha pasuritë e vendosura mbi paratë e vjedhura do u kthehen atyre. Të gjitha pasuritë e krimit do u kthehen atyre. Askush nuk ndalet. Ne nuk ndalemi. Narko euro, kjo monedhe bekuar. Në Shqipëri është ndërruar në një monedhë ndëshkuese, shkatron për shkak të drogës të gjitha bizneset e eksporteve, mbyllen njëra pas tjetrës, zero tolerancë ndaj krimit organizuar dhe narko eurove, shprehet ai.